Pas ndryshimeve në njësinë administrative të Orikumit me largimin e Selim Haskoçelaj dhe zvendësimin e tij me Drini Harizaj, Bashkia e Vlorës ka nisur procedura tashmë edhe për ndryshimet e tjera në njësitë administrative në varësi të saj. Prej pak ditësh, Bashkia e Vlorës ka hapur tashmë vendin vakant për administrator të njësisë administrative Shushicë, vendi i cili mbahej deri më tashmë nga Birçe Aliraj, por këto nuk do të jenë largimet e vetme apo ndryshimet e vetme në njësitë administrative, teksa pritet që pas Orikumit dhe Shushicës të preken ndoshta edhe njësitë e tjera administrative në varësi të Bashkisë së Vlorës. Pas ndryshimeve të fundit në njësinë administrative të Orikumit, duke se një valë riorganizimi ka nisur dhe në njësitë e tjera vendore në Bashkinë e Vlorës. Fillimisht nga drejtimi i njësisë administrative Orikum, u largua Selim Haskoçelaj, i cili u zëvendësua nga Drini Harizaj. Ky ndryshim shihet si pjesë e një procesi më të gjerë ristrukturimi në administratën vendore. Ndërkohë një tjetër njësi që pritet të preket nga këto lëvizje është dhe njësia administrative Shushicë, e cila deri më tani është drejtuar nga Birçe Aliraj. Bashkia Vlorë ka hapur tashmë procedurat për shpalljen e vendit vakant për pozicionin e administratorit të kësaj njësie, duke sinjalizuar qartë vijimin e reformave në nivel lokal. Sipas njoftimit zyrtar të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, është shpallur vendi i liri i punës për administrator në njësinë administrative Shushicë. Ky proces zhvillohet në përputhje me legjislacionin në fuqi, konkretisht ligjin për qeverisjen vendore, kodin e punës, si dhe vendimin më të fundit për strukturën organizative të Bashkisë Vlorë për vitin 2026. Burime pranë bashkisë bëjnë me dije se këto ndryshime nuk do të ndalen vetëm në Orikum dhe Shushicë. Pritet që ristrukturimi të shtrihet edhe në njësi të tjera administrative në kuadër të përmirësimit të menaxhimit lokal dhe rritjes së efikasitetit në shërbimet ndaj qytetarëve. Procesi pritet të sjellë një frymë të re në administratën vendore, duke synuar jo vetëm përmirësimin e drejtimit të njësive administrative, por dhe rritjen e transparencës dhe cilësisë së shërbimeve publike në të gjithë territorin e Bashkisë Vlorë.